Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe dëgjues dhe shikues tanë dhe kudo që jeni ju uroj një mirëseardhje në emisionin ton ku sonte do të kemi pra si çdo javë hoxhën e nderuar Bashkim Aliun, i cili do të na ligjëron sonte lidhur me temën rëndësia e këtyre 3 muajve që do të cilin tash po hym që nga nesër. Shpresojmë se do t'ju pëlqej kjo temë dhe atëherë pa humbur kohë i dham një përshëndetje një herë. Asalamu alaikum moqës së nderuar, mirë se erdhe. Wa alaikum assalam për ju dhe për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Allah ju shpërblef, pa ju informoj një herë juve shikues të nderuar që nëse doni të inkuadroheni, mund të inkuadroheni pasi që hoxha ta mbaroi ligjëratën e tij iniciuese një herë, pastaj mund të inkuadroheni nëpërmjet telefonit tim në WhatsApp +447 533 878 ashtu siç po e shihni në fund të ekranit, por mund të inkuadroheni edhe nëpërmjet Facebookit tim Shpëtim Sjarina, duke na thirrur në Messenger apo edhe në portale tjera siç është për shembull në YouTube, kanalin ton Kandili i Diturisë, por gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s në profil timin personal Shpëtim Sjarina, mund të na shkruani pyetjet e juaja, por gjithashtu edhe në Facebook ku jemi tani live, aty mund t'i dërgoni pyetjet e juaja. Pyetjet me shkrim do t'i lexojmë pasi që hoxha ta mbaron ligjëratën, që gjithashtu edhe e njëjta është edhe për telefonatat që do të na vinë. Përndryshe të roq pa humbur kohë, do ta dham fjalën, fjala është për juve. Allahu ju shpërbleft. Po bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqerta të takojnë të madhit Allah xhalla shanuhu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Pra edhe një herë asalamu alaikum, paqja Allahu qoftë mbi ju. Pra ju përshëndes juve në studio dhe gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Normalisht tema e jon sonte ka të bëj me hyrjen e asaj që në popull njihen, apo atyre muajve që në popull njihen si 3 muajt. Fjala është për fillimin e muajit të Rexhep, pastaj Shaban dhe pastaj edhe Ramazan. Normalisht se këto 3 muaj, pra ashtu siç njihen në popullatën tonë, e kanë rëndësinë e veçantë sepse janë si harriq për gëzim, lajmërim për ardhjen e muajit Ramazan. Dhe besimtari fillon përgatitjen para se të fillojë muaji Ramazan, 2 muaj përpara pra. Marr parasysh se muaji Ramazan është një muaj i rëndësishëm, një muaj i veçantë, një muaj me plot begati. Dhe pikërisht përgatitja para ardhjes së muajit Ramazan e tregon pra seriozitetin e këtij muaji, në të njëjtën kohë vlerën fakt të këtij muaji dhe seriozitetin e muslimanëve për pritjen dhe shfrytëzimin e këtij muaji të bekuar. Kur jemi te këto 3 muaj tash, fjala është pra për muajin Rexhep, muajin Shaban dhe normalisht muajin Ramazan. Muaji Rexhep është i rëndësishëm për faktin se është muaj i shenjtë. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot: Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra. Numri i muajve të Allahu xhalla shanuhu, që ditën kur ka krijuar qiellin dhe tokën, është 12. Minha erbatun hurum. Prej tyre 4 janë të shenjtë. Dhe këto 4 të shenjtë, 3 janë njëri pas tjetrit, dhe këto janë muajt kur kryhet edhe haxhi, dhe njëri është i ndarë prej tyre, por është po ashtu i shenjtë, dhe ky është muaji Rexhep, që është para muajit Ramazan. Normalisht i vjen 2 muaj para. Pasi para muajit Ramazan është muaji Shaban, e ky është para muajit Shaban, pra para muajit Ramazan për një muaj tjetër. Dhe bashkë me veten bëhen 2 muaj dhe pastaj vjen muaji Ramazan. Muaji Rexhep
është muaj i shenjtë dhe rëndësia e këtij muaji që ne pra edhe e theksojmë hyrjen e tij dhe është në grupin e atyre 3 muajve, qëndron në atë se në muajt e shenjtë në përgjithësi, veprat e mira shumë fishohet shpërblimi për to. Dhe besimtari duhet të mundohet maksimalisht që në këto muaj sa më tepër vepra të mira të bëj dhe sa më tepër të largohet nga mëkatet. Normalisht, kjo kërkohet prej besimtarit në çdo kohë. Mirë po, kur është në pyetje muaj i shenjtë apo muaj të shenjtë, kjo në veçanti duhet të theksohet, sepse shpërblimi për veprat e mira këtu shtohet, për shkak se është muaj i shenjtë, mirë po duhet të dihet edhe ajo se edhe ndëshkimi për veprat e këqija po ashtu edhe ai shtohet. Që do të thotë se në të dy anët kemi shtim, edhe në kuptim pozitiv, edhe në kuptim negativ. Edhe për punët e mira kemi shtim të sevapeve, por edhe për punët e këqija kemi shtim të mëkateve. Për shkak se e kemi shkel, kur e bëjmë një mëkat në muajin e shenjtë, jo vetëm që e marrim atë mëkat, pra e marrim mëkatin për këtë shkelje që kemi bë, por e marrim edhe mëkatin që kemi bë shkelje në muajin e shenjtë. Pra shtohet edhe mëkati realisht për shkak se në dy aspekte kemi gabuar. Njëri aspekt është që kemi bërë mëkat dhe i dyti është që kemi bërë mëkat në muajin e shenjtë, pra e kemi shkelur shenjtërinë e këtij muaji. Që do të thotë se besimtari duhet të jetë i vëmendshëm, veçanërisht pra në muajin Rexhep dhe në 3 muaj tjerë të shenjtë, dhe po ashtu duhet të jetë i kujdesshëm që mos i kaloj ky muaj pa bërë vepra të mira, sepse shtohet edhe shpërblimi për veprat e mira. Dhe këtu kur jemi te veprat e mira realisht, këtu nuk ka limit në atë kuptim se çka është vepër e mirë. Nuk është, veprat e mira janë të shumëllojshme. Dhe të gjitha këto duhet t'i ketë parasysh besimtari në këtë muaj. Pra, dikush mendon se është vetëm agjerimi, shpesh herë pyesim për agjerim. Po, agjerimi është punë e mirë, por jo vetëm. Në atë kuptim se edhe të agjerohet në këtë muaj është mirë sepse është muaj i shenjtë, edhe të falet namaz nafile më tepër është mirë për shkak se është muaj i shenjtë, edhe të jepet sadaka, të lexohet Kur'an, të lexohen libra për të mësuar Islamin, për të mësuar të vërtetat islame, pra edhe kjo është punë e mirë, të ndihmohen njerëzit e tjerë, edhe kjo është punë e mirë, të bëhen aksione dhe aktivitete për të mirën e shoqërisë, po ashtu edhe kjo është punë e mirë, për shkak se çdo gjë në Islam niyeti e përcakton se si e ka përfundimin te Allahu xhaleshanuhu. Nëse e bën me qëllim të pastër që të arrish kënaqësinë e Allahu xhaleshanuhu, edhe ai kontributi shoqëror ti që e jep te Allahu xhaleshanuhu pra vlerësohet lart, sepse e ke bërë me qëllim dhe me niyet të pastër, krahas impaktit që ka në drejtim të ndihmimit apo të ndihmesës apo të participimit që e bën për të mirën e shoqërisë. Por atë pra jo rastësisht edhe të populli ynë janë të shënuara dhe të theksuara këto vlera të këtyre muajve, por atë edhe janë quajtur në fakt pra muajt e shenjtë për t'i dhënë një shtytje besimtarit që ta trajtojë këtë çështje me seriozitetin më të madh, se te Allahu xhaleshanuhu pra vlerësohen veprat e mira shumë veçanërisht në muajin Rexhep, që është pra një prej muajve të shenjtë. Dhe kur jemi mandej te muaji tjetër që vjen pas muajit Rexhep, muaji Shaban, keni parasysh se në muajin Shaban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar shumë, saqë ka transmetime se më së tepërmi prej muajve të tjerë, ka jashtë Ramazanit është fjala, ka agjëruar në muajin Shaban. Dhe ashtu siç transmetohet në disa hadithe, shumë pak e ka prishur agjërimin në muajin Shaban. Pra pjesën më të madhe të muajit e ka kaluar me agjërim, dhe kjo duhet të jetë një shtytje po ashtu për ne që në këtë muaj sa më tepër të mundohemi pra
të agjerojnë. Dhe këtu kemi parasysh se ka edhe një transmetim prej të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, të cilin kur e kam pyetur se po agjeron pra në këtë muaj. Muajin Shaban është fjala tash. Ka thënë se në këtë muaj ngriten veprat e Allahu xhaleshanuhu dhe unë dua që të ngriten veprat e mia duke qenë agjerueshëm. Pra keni parasysh. Muaj Shaban është muaj i llogaridhënies në atë kuptim se veprat e njeriut ngritën para Allahut te Allahu xhaleshanuhu edhe pse ai i di. Por këtu është drejtësia Allahu xhaleshanuhu se pa e llogaritur njeriu, pra nuk e dënon dhe pa e ballafaquar me të bëmat e tij, Allahu xhaleshanuhu nga drejtësia e vet nuk e dënon. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se unë dëshiroj që të ngritën veprat e mia duke qenë agjerueshëm. Që do të thotë se muaji Shaban nuk duhet të neglizhohet. Realisht ka prej muslimanëve shumë që agjerojnë të hënë e të enjte bile në çdo muaj. Pra, çdo javë atë e ke duke agjeruar. Kjo është shumë mirë. Normalisht është agjerim nafile që i thonë apo vullnetar. Por kur vjen muaji Shaban veçanërisht është me rëndësi që të shtohet agjerimi jashta të hënës dhe të enjtës për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj e ka shtuar agjerimin e tij. Krejt kjo pra flet se muaji Ramazan që pritet të vi, pra paraprihet me një përgatitje edhe shpirtërore, po në të njëjtën kohë edhe trupore. Ajo që duhet të përmendet dhe të theksohet në veçanti kur është në pyetje, pra kur janë në pyetje këto 3 muaj, ose ajo që njihen në popull si 3 muaj, është me rëndësi që të nxiren mësimet e nevojshme për jetën tonë si besimtar. Shikoni, nëse analizojmë edhe ndalemi në urtësi e asaj që në popull njihen si 3 muaj, do të shohim se këtë kjo ka të bëjë me përgatitje. Pra besimtari përgatitet për muajin e bekuar Ramazan, edhe atë jo vetëm disa ditë, po përgatitet 2 muaj përpara. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe kjo është shumë me vend. Por kjo përgatitje që ne e bëjmë për muajin Ramazan, realisht nuk duhet të ngelet vetëm në nivel të muajit Ramazan. Çka dua të them me këtë? Këtë përgatitje që ne e bëjmë për muajin Ramazan duhet ta përkthejmë në jetën tonë për të gjitha çështjet tjera. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën tonë, ne duhet të përgatitemi. Kështu pra, shiko sa mirë, përgatitemi për ta pritur muajin Ramazan. Atëherë, edhe për gjëra tjera në jetë çka i kemi, duhet të përgatitemi. Për shkak se pa përgatitje kur shkohet dikund, pastaj pason çka dështimi. Nuk mund t'ja dalësh, sepse ke hyrë në diçka pa e bërë planin, pa patur një program të qartë, pa i bërë përgatitjet e duhura. Pra, reflektimi i këtyre 3 muajve duhet të jetë në jetën tonë në përgjithësi si ummet, si bashkësi, dhe duhet këtë ta kuptojmë në çdo sferë të jetës dhe në çdo kohë, jo vetëm para muajit Ramazan. Është diçka e shkëlqyeshme, është diçka madhështore që ne muaj Ramazan në këtë mënyrë e presim. Po, duhet të jemi të kujdesshëm se me gjithë atë nuk ka kjo vetëm për muaj Ramazan. Nëse ne këtë logjik, këtë praktik, këtë zakon toni, në kuptim të mirë, nuk e
zbresim edhe në sfera tjera të jetës, atëherë pra do të ngelemi vetëm me një përfitim për sa i përket pritjes së muajit Ramazan dhe përgatitjes për të. Por ne kemi nevojë si ummet, si bashkësi, që në të gjitha sferat e jetës ta kuptojmë rëndësinë e përgatitjes, që të mund të dalim zot çështjeve dhe të mund të kryejmë me sukses punët tona. Realisht, shumë mangësi, shumë dështime ne që i kemi si ummet në përgjithësi flas ashtu, qoftë në botën arabe, që janë numri më i madh pra atje, edhe apo në vendet tjera, edhe muslimanët ku janë ndoshta jo shumë në numër. Dështimet në të shumtën e rasteve janë rezultat i papërgatitjes tonë të duhur dhe futjes në çështje apo futjes në procese apo futjes në aktivitete, në veprime pa qenë të përgatitur për këtë gjë. Dhe kjo nuk bën dhe nuk është e mirë për ne si bashkësi. Nuk është e mirë për të ardhmen tonë, nuk është e mirë për të sotmen tonë. Këtë e kemi paguajtur shtrenjtë edhe në të kaluarën dhe e paguajmë dhe nëse vazhdojmë në këtë mënyrë edhe do ta paguajmë. Dhe po ashtu këtë duhet besimtarit ta kuptojnë në çdo sferë të jetës. Duhet ta kuptojnë studentët në universitet ose në shkolla tjera. Duhet ta kuptojnë profesorët, duhet ta kuptojnë mjekët, duhet ta kuptojnë hoxhallarët, duhet ta kuptojnë bujqit, të gjithë pra. Pa u përgatitur nuk shkohet në punë, nuk shkohet në aksion, nuk shkon studentin provim pa qenë i përgatitur, vetëm fati a do të ndodhe ndonjë pyetje që e di e ta kaloj vitin e kështu me radhë. Kërkohet pra angazhim, përgatitje që në mënyrë të suksesshme të mund të ballafaqohemi me sfidat e jetës. I shikoni për shembull na për edhe në perëndim, si zakonisht e marrim si shembull, sa ka institute për studime strategjike që ekzistojnë pra. Të gjitha ato institute punojnë për ofruar për qeveritë e tjera, për vendin, përgjithësi për popullin, plane, strategji për zhvillim. Do të thotë me atë punë merren. Sa këshilltar mban presidentët e kryeministrat e ministrat e kështu me radhë, që t'i përgatisen për të mund me sukses ta kryejnë mandatin e tyre dhe të mund të vënë imza në atë mandat. Pra përgatitja është shumë e rëndësishme. Para se të dalin në një preskonferencë, sa përgatiten, para se të mban fjalime në për parlament ose diku tjetër, sa përgatiten e kështu me radhë. Pra të gjitha këto janë dëshmi dhe tregojnë se ka përgatitje në këtë, do të bën përgatitje. Dhe ne si besimtar nuk mund që të rrim duar kryq ndaj kësaj. Nuk mund vetëm tjerët të shohim se çka kanë bën fakt. Ne duhet këtë ta kuptojmë dhe duhet seriozisht i qasemi kësaj çështje. Bile, pra, kur e kemi parasysh se ja pra edhe 3 muajt janë një tregues në këtë drejtim, atëherë ne me të vërtet shumë seriozisht duhet t'i marrim të gjëra. Pika e dytë që është e rëndësishme në këto 3 muaj është vazhdimësia në vepra. Pra, vazhdimësia në vepra. Duhet vazhdimisht të kryejmë vepra të mira. Shikoni pra, edhe ta përtrim ato, pra ti përtrim veprat, jo të ndalemi vetëm në disa vepra që i kemi bërë ndonjëherë. Nëse e analizojmë faktikisht aspektin praktik të islamit, ritualet islame, adhurimet, ibadetet, do të shohim se ato përtrihen, vazhdimisht përtrihen. Që të thotë vazhdimisht njeriu ka nevojë për korrigjim dhe rikapitulim të gjërave, për rishikim të gjërave, për përtrirje të gjërave. Shembull, analizoni tash namazin. Namazi kryhet 5 herë në ditë, për çdo ditë, jo vetëm një ditë. Pse? Kemi nevojë në kontinuitet të kryejmë gjërat ne.
Pastaj, kjo ka të bëjë me namazet ditore, na vjen xhumaja, në namazi javor, edhe ai bëhet çdo javë, pra, përsëritet në kontinuitet, nuk ka ndërprerje. Analizojmë pastaj agjerimin. Agjerimin na vjen çdo vit, pra, për shkak të natyrës së muajit Ramazan. Çdo vit e kemi agjerimin. Përsëritet, përtrihen gjërat. I rikapitulojmë gjërat, i korrigjojmë gjërat, e rishikojmë veten tonë. Tjetra për shembull, tazam, zeqati. Po ashtu çdo vit e jep zeqatin, jo vetëm një herë. Kjo tregon se çdo vit ka nevojë njëri të llogarisë gjërat e veta. Bile edhe haxhi, shikoni. Haxhi e bën njeriu një herë në jetë. Mirë, po pse? Sepse haxhi lidhet me disa kondita, kështu themi, kushte të veçanta. Çfarë do të thotë kjo? Se haxhi nuk mund ta bësh në shtëpinë tënde, as në vendin tënd, duhet të udhëtosh në Mekë. Dhe kjo normalisht se ka kushte dhe ka peripecitë e veta. Dhe këtë nuk mund çdo njeri ta bëjë. Për atë haxhi është farz vetëm një herë në jetë për ata që kanë mundësi. Pikërisht për shkak se lidhet pra me udhtim, me përgatitje të mëdha kështu me radhë. Përndryshe, sikur tazam edhe haxhi të shëqen ta bëjë çdo njeri në shtëpitë vete ose në vendin e vet, me siguri se do të kishte qenë pra edhe ndryshe, që do të thotë se adhurimet përgjithësi në Islam përtrihen dhe kanë nevojë dhe e bëjnë njeriu që ta ndjej nevojën e përtrirjes së tij përmes adhurimeve. I japin orientime të qarta, i japin udhëzime të qarta se si duhet të veprojë. Pra, krejt kjo flet se ne kemi nevojë për kontinuitet dhe përtrirje të gjërave. Edhe këto 3 muaj që i bisedojmë, që i flasim pra. Shikoni, vin çdo vit ne flasim për këto. Çdo vit e ndjejmë pra ardhjen e tyre. Çdo vit e ndjejmë atmosferën e veçantë të tyre, atmosferën e veçantë të Ramazanit. E gjithë kjo na flet se ne në çdo sferë dhe fushë të jetës tonë duhet të jemi të tillë që gjërat pra çdo herë t'i rishikojmë. Nuk mjafton vetëm një herë e ke bërë diçka, duhet t'i rishikosh gjërat, duhet të rishikosh planet, duhet t'i rishikosh aktivitetet tua, duhet të rishikosh punën tënde dhe veprimtarinë tënde. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se puna më e dashur te Allahu është ajo e cila bëhet në kontinuitet edhe nëse është pak. Të thotë pse? Sa atë që bën në kontinuitet ti i ke vënë obligim vetes dhe çdo herë e bën atë, çdo herë je i kujdesshëm. Pra silo që të jetë kjo duhet kuptohet pra si nevojë e ummetit që të jetë në kontinuitet të kryej veprimet. Dhe mos të jetë pra në atë kuptim vetëm i përkohshëm në këto çështje. Për shkak se të qenit i përkohshëm ka pastaj pasojat e veta. Nuk mund të arish atë që don. Pse? Sepse përkohësisht i bën gjërat. Kontinuiteti në vepra, përtrirja e gjërave çdo herë është ajo që sjell edhe rezultate pozitive në jetë dhe në çdo sferë të jetës të njeriu. Pra edhe në këtë dioptri duhet të shihen faktikisht duhet të shihen edhe këto 3 muaj. Pra nevoja për kontinuitet, si dhe po ashtu edhe për kontinuitet në të gjithë edhe për përtrirje. Pra edhe për përtrirje duhet të jemi të kujdesshëm këtë që gjërat të përtrihen dhe t'i rishikojmë. Unë me kaq do të kisha përfunduar duke thënë çdo herë ashtu siç transmetohet në një thënie se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sipas këtij transmetimi është lutur o Allah na beko muajin Rexhep dhe Shaban dhe na bën të mundshme që ta arrijmë muajin Ramazan. Dhe ne pra e kemi rastin që të njëjtën gjë ta bëjmë, edhe lutjen ta bëjmë te Allahu xhaleshanuhu që të na bekojë muajin Shaban, muajin Rexhep dhe Shaban dhe na bëhet të mundshme ta arrijmë muajin Ramazan, me shpresë inshallah që të jemi shfrytëzues të gjithë
kësaj, në fakt shfrytzues të këtyre muajve të bekuar dhe kthimit të këtyre ditëve në një përfitim madhështor për ne dhe për lindjen tonë shpirtërore. Me kaq do të kisha përfunduar tash, nëse pra keni ju diçka pyetja që eventualisht në studio ose çtoni, pra jemi të gatshëm. Mirë, Allah është shpërblet këto që vendi për ligjërimin, po të kemi do të disa do të pyetje që kanë ardhur me shkrim, edhe gjatë kohës unë isha duke i seleksionuar ato do të në kategori do të ndarë ato të pyetje, kështu që të jenë sa më të qarta do të për themës. Një herë para se të filloj me leximin e pyetjeve, kisha informuar juve dëgjues të nderuar që prej këtij momenti mund t'i shkruani pyetjet e juaja me shkrim këtu në TikTok, apo nëse dëshironi mund të ngriteni në panel dhe t'ja bëni hoxhës së nderuar pyetjen me za. Përndryshe mund t'i shkruani pyetjet e juaja edhe këtu në TikTok, pra në komente. Gjithashtu mund t'i shkruani pyetjet e juaja në komente dhe në Facebook, në kanalin tim Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s Kandili Dituris, por edhe në kanalin tim personal të YouTube-s Shpëtim Sjarina mund t'i shkruani edhe tu. Edhe siç thash edhe më herë, mund t'i kuadroni drejt për drejt edhe në WhatsAppin tim, që t'ja bëni hoxhës së nderuar pyetjet me za në +44 7533 878766, ashtu si që keni dhe në ekran. Mirë, pra atëherë derisa të lexojmë desa në vinë edhe pyetjet e tjera, po nëse dëshiron dikush të inkuadrohet drejt për drejt, kemi vetëm një përshëndetje nga Agimi Vishi, që na shkruan thotë Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jam mirë njohës për mirësjelljen e mirë, Zoti ju zbukuroft diturinë e dobishme respektet e mia. Faleminderit, gjithashtu edhe ne falenderojmë ty vlla Akim për komentin dhe që çdo herë na ndjek rregullisht. Dhe shkojmë pra që lidhur me pyetjen, po t'i bëj dhe të dy pyetje hyrëse sa i përket të çështjes këtyre 3 muajve. Do të pyetja e parë është çfarë kuptimi kanë 3 muajt e shenjtë në traditën islame dhe pse Allahu i ka veçuar nga muajt e të tjerë, dhe e dyta, pse besimtari duhet t'i shoh këto 3 muaj si një udhtim shpirtëror e jo thjesht si kohë kalimtare. Shikoni, do të thotë e para, Allahu xhaleshanu i ka dalluar për shkak se muaji Rexhep është muaj i shenjtë. Do të thotë këtë muaj e ka dalluar me shenjtërinë që ja ka dhënë. Dhe muaji Rexhep dallon për shkak të shenjtërisë që e ka. Është prej 4 muajve të shenjtë. 4 e përmendur në ligjërat. Allahu xhaleshanu në Kur'an thotë pra numri i muajve është 12, prej tyre 4 janë të shenjtë. Në mesin e këtyre 4 muajve të shenjtë është edhe muaji Rexhep. Pra i veçantë. Ne shpeshherë fjalën të shenjtë e përdorim edhe për Ramazanin në kuptim i bekuar. Mirë, po kur thuhet Ashhurul Hurum të shenjtë, kjo ka tjetër kuptim në shariatin islam. Pra muaji Rexhep është prej muajve të shenjtë, kur edhe luftat janë ndaluara dhe krejt, pra nuk ka mund shkelet shenjtëria e tij. Me këtë e ka dalluar. Ndërkaq muaji Shaban, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është një muaj ndërmjet muajit Rexhep dhe Ramazan, shumë njerëz e neglizhojnë. Ai është muaji Shaban. Pra thot shtonja agjërimi në këtë muaj. Këto janë derë hyrëse për në Ramazan. Qoftë, do të thot, edhe shpirtërisht përgatitet besimtari në këto muaj. Edhe shpirtërisht, po në të njëjtën kohë edhe fizikisht realisht. Për shkak se gjatë gjithë vitit ka dikush edhe nuk agjeron. Për shembull kanë tentë ose kështu me radhë. Dhe kur ballafaqohet me agjërimin në Ramazan, normalisht edhe fizikisht ai mund që në fillim një herë të ketë disbalancë. Kuptoni pra? Kështu që kur agjeron përpara, kur fillon me agjërimin, ai edhe fizikisht përgatitet për këtë muaj të bekuar, për muajin Ramazan. Dhe nga ky aspekt, këto 3 muaj
janë pra rrugtimi edhe shpirtëror që e bën besimtari, por në të njëjtën kohë edhe përgatitja trupore që e bën për të hyrë sa më i përgatitur në muajin e bekuar Ramazan. Besoj që pak ndoshta e prek edhe pikën e dytë, por pak më në thellësinë së mundit, pse besimtari duhet të shoh këto 3 muaj si një udhtim shpirtëror e jo thjesht si një kohë kalimtare. Po, duhet të shoh si një udhtim shpirtëror për shkak se ne kemi çdo herë nevojë që të përgatitemi shpirtërisht, që të ngritemi shpirtërisht. Dhe pasi muaji Ramazanit është muaj i begative të mëdha, ne prej para Ramazanit disa muaj e fillojmë përgatitjen tonë që sa më tepër të marrim nga ky muaj i bekuar, pra pastrimin e shpirtit, gjithçish ngritjen shpirtërore ta bëjmë deri në nivelet më të larta. Ne kemi nevojë që edhe përmes agjerimit, edhe përmes namazit shpirtërisht të ngritemi. Dhe pikërisht ky proces nuk fillon dhe mbaron vetëm në Ramazan, por është një proces edhe më i gjatë gjithë kohës. Pikërisht me këto 2 muaj ne e japim apo jepet një mesazh i tillë se ngritja shpirtërore duhet të jetë një proces që ripërtrihet çdo herë dhe që është në kontinuitet çdo herë. Kemi edhe një përshëndetje nga një nga ndjekësit tonë, është Ahmet Qergjizi, thotë ju përshëndes të nderuar, paqet shpërblim për mundin për të ndarë këto njohuri rreth islamit. Allahu shpërbleft. Që pa ta lexuar një hadith që në përkthim thoshte, i ka pyetur Muhamedi sallallahu disa prej sahabëve, po ti çka ke lënë ka muaji Shaban pa agjëruar? Më ka bo shumë përshtypje kjo forme të shprehjurit. Dhe ka trajtuar Muhamedi sallallahu nga këndi i asaj çka ke lënë pa agjëruar, jo sa ke agjëruar nga kjo. Ku e shef ti dallimin mes këtyre 2 shprehjeve, që sa ke agjëruar nga muaji Shaban dhe çka ke lënë pa agjëruar, sepse fokusi po përqendrohet tek ajo sa ke lënë pa agjëruar. Po, tash ajo sa ke lënë pa agjëruar, nëse është i saktë, do thot hadithi, duhet shihet komplet hadithi pra të analizohet, por po themi kushtimisht nëse është i saktë për muajin Shaban e kishe fjalën ashtu. Po, muajin Shaban, po. Muajin Shaban. Këtu shihet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka agjëruar shumë. Dhe kur i thuhet çka ke lënë pa agjëruar, në fakt theksi vihet në atë se agjërimi këtu është gati për gjithë muajin, edhe pse nuk agjërohet i gjithë muaji. Por vehet theksi në nevojën që sa më tepër të agjërohet, ashtu që nuk pyetet se sa ke agjëruar, por pyetet se çka ke lënë pa agjëruar. Pikërisht pyetja çka ke lënë pa agjëruar e thekson nevojën e agjërimit sa më tepër ditë në këtë muaj, i të cilin vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se shumë njerëz e neglizhojnë realisht, ndërkaq është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm se është një shkallë para në atë kuptim për të hyrë në Ramazan, edhe një shkallë edhe hym në Ramazan, po është po ashtu edhe për atë se në këtë muaj ngriten veprat, siç e ka përmendur në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, te Allahu xhaleshanu, dhe unë dëshiroj që veprat e mia të ngriten duke qenë agjërueshëm. Por atë pra në këtë kur thuhet çka ke lënë pa agjëruar, shihet nevoja e agjërimit sa më të madh në këtë muaj të bekuar po ashtu. Dhe shkojmë me pyetjen e radhës. Çfarë simbolizon muaji Rexhep në përgatitjen e zemrës së besimtarit? Shikoni, muaji Rexhep spari është muaj i shenjtë. Shenjtëria nënkupton pra distancim nga çdo gjë që e prish atë, nga çdo veprim i lig. Dhe pikërisht zemra e besimtarit duhet të jetë e tillë pra, të mund të pastrohet nga çdo gjë që është e lig, nga çdo pikë që është e zezë. Dhe pikërisht ajo që ne jemi në një muaj të shenjtë, na flet për nevojën e pastrimit të zemrës tonë dhe rëndësinë e të qenit të zemrës së pastër. Dhe nuk është vetëm një muaj, por janë 4 muaj. Pa rëndësia e gjithë kësaj është se permanente duhet të jenë përpjekjet tona për pastrimin tonë dhe ngritjen tonë shpirtërore. Dhe për pastrimin e zemrës tonë po ashtu. Nëse nuk e kemi këtë, realisht është
në pikpjekje dhe suksesi në fushat tjera të jetës. Për atë pra, duke lexuar Kur'an, duke falur namaz, duke agjeruar dhe duke bërë punë të tjera të mira, në këtë formë ne kështu pra arrim besimtari ta pastron zemrën e tij, dhe pastrimi i zemrës pastaj reflekton edhe në sjellje, reflekton edhe në vepra, reflekton edhe në moral dhe në çdo gjë tjetër. Faleminderit, Allah është shpërbleft. Nëse dikush dëshiron të inkuadrohet për juve në TikTok, tu mund të inkuadroni nëpërmjet panelit të TikTokut, mund ngriteni një panel dhe thjesht ta hapni mikrofonin. Ndërkohë, derisa po presim për ndonjë inkuadrim apo ndonjë pyetje tjetër, po i lexojmë pyetjet që veç na kanë ardhur. Cili është rreziku që ta kalojmë Shabanin në neglizhencë dhe çfarë humbasim nëse ndodh kjo? Po shiko, realisht çdo herë ekziston rrezik i tillë, veçanërisht në këtë kohë kur njerëzit janë të prekupuar edhe me shumë çështje tjera. Edhe aty normalisht se rreziku është edhe shumë më i madh. Por pyetja se çka humbasim? Shiko, e humbasim një mundësi të artë që ne të ngritemi shpirtërisht. E humbasim një mundësi të artë që ne të përfitojmë nga mirësi që Allahu xhaleshanu i ka dhënë në muajin Shaban. I humbasim një mundësi të marrjes së këtyre krejt sevapeve dhe po ashtu e humbasim një mundësi që të përgatitemi për ta pritur muajin Ramazan ashtu siç është më së miri. Këto pra janë ato që ne i humbasim. E humbasim kontinuitetin realisht. E humbasim përtrirjen. E humbasim nevojën e përgatitjes, sepse shikoni, lidhet edhe me muajin Ramazan, por në të njëjtën kohë ne kemi nevojë pra në mënyrë permanente të jemi në lidhje me adhurimet dhe jo rastisht tash pra se edhe shpjegova, adhurimet në Islam janë kontinuiteti, ne shkëputemi nga kjo. Nëse e lëm muajin Shaban, nuk përfitojmë asgjë nga ai në atë kuptim, as me agjerim, as me punë të mira. Në fakt pra ne shkëputemi, bëjmë një shkëputje. Dhe pikërisht shkëputjet janë ato të cilat pastaj sjellin edhe dështime në shumë gjëra. Jo rastisht pra adhurimet në Islam janë të përtrira dhe janë çdo herë e mban besimtarin në lidhje. Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam krahas agjerimit, krahas namazit fars ka folë për agjerim nafile. Pikërisht i cili në muajin Shaban e ka bërë edhe më tepër. Ka folë pastaj për namaz vullnetar nafile, ka folë për namaz natës, pra jo vetëm ditën, por edhe natën, pse ne çdo herë kemi nevojë të jemi në kontinuitet. Dhe nëse ne i lëshojmë këto raste, i humbim pra këto benefite të cilat na sjell ky muaj i rëndësishëm. Na humbim nga shpërblimet që i marrim në të. Dhe humbim fakt pra nga ai moment që të ngriten veprat tona te Allahu xhaleshanuhu, duke qenë ne me agjerim si dhe po ashtu duke bërë edhe vepra të mira. Do shkojmë me pyetjen e radhës. Si ndërlidhet muaji Shaban me pastrimin e zemrës dhe përmirësimin e marrëdhënieve mes njerëzve? Shikoni, ndërlidhet me pastrimin e zemrës se ne agjerojmë, kur agjerohet në këtë muaj, normalisht se agjerimi reflekton edhe në pastrimin e zemrës. Sepse të agjerosh do të thotë të agjerosh edhe nga veprat e liga, edhe nga fjalët e liga, po edhe nga mendimet e liga realisht. Krejt kjo shkon në konto të pastrimit të zemrës. Krejt kjo ndihmon pastrimin e zemrës. Ajo që edhe njeriu edhe dobësohet ndoshta edhe fizikisht gjatë agjerimit, është forcimi i tij shpirtërisht dhe forcim i zemrës së tij. Për atë edhe duke agjeruar në muajin Shaban, në fakt ndihmojmë edhe pastrimin e zemrës tonë përmes punëve të mira, se kështu besimtari e pastron zemrën e vet, përmendjes së Allahu xhaleshanuhu, ngritjes në nivele më të larta shpirtërore dhe mbi të gjitha të qenit afër Allahut të Madhrishëm. Pse krejt veprimet e afrojnë njeriu te Allahu, veprimet pozitive që bën ai. Krejt adhurimet e afrojnë njeriu te Allahu i Madhrishëm. Dhe kjo nuk mund të bëhet nëse nuk ndodh pastrimi shpirtëror, pra edhe pastrimi i zemrës. Çka do kupton pastrimi i zemrës? Të qenit
e njeriut në brendësinë e tij larg të këqijave që bëhen dhe që shejtani i nxit tek ai. Por atë edhe duke agjëruar në fakt edhe përmendim Allahun xhaleshanuhu, duke agjëruar ja mbyllim lëvizjen gjallit të mallkuar në veten tonë, e mbyllim rrugën për të qenë destruktiv në shoqëri, por çka? Kur njeriu agjeron, ai është i vëmendshëm dhe i kujdesshëm për veprimet në shoqëri, për raportet e tij me njerëzit e tjerë. E mbron gjuhën e tij, i mbron sytë e tij, dorën e tij kështu me radhë, dhe krejt kjo pra çka ndikon që edhe njerëzit tonë ta shtojnë edhe respektin ndaj nesh realisht. Nëse ti je i sjellshëm, nëse ti je i matur, nëse ti je i devotshëm, nëse ti nuk je destruktiv, pra njerëzit dinë ta vlerësojnë këtë. Dhe po ashtu shpesh edhe thon pra se ky njeri agjeron shumë. Edhe atë njerëzit e vërejnë një gjë të këtillë. Pra i përmison raportet tona, sepse besimtari i cili agjeron nuk mund të jetë kyes, nuk mund të jetë destruktiv, nuk mund të jetë njeri i cili bën veprime të pahishme, jo vetëm në raport me njerëzit tjerë, por edhe në raport me vetveten realisht, e mos të flasim më në raport me Allahun xhaleshanu. Kjo është ajo që agjerimi si në muajin Shaban, po ashtu edhe në muaj tjerë realisht, e mos të flasim më për muajin Ramazan, e ka pikërisht këtë qëllim dhe në këtë drejtim pra e drejton dhe orienton njeriu. Dhe njeriu i cili agjeron në fakt pra është njeriu i cili agjeron edhe nga veprimet e këqija, nga fjalët e liga, dhe krejt kjo jo vetëm në raport me vetveten, por edhe raport me njerëzit e tjerë. Dhe këtë e vrejnë njerëzit, e vrejnë shoqëria, e vrejnë çdo shtresë tjetër në të. Tash bëjmë një pyetje rreth Ramazanit, o që ndëruar, si duhet të hyjmë shpirtërisht në Ramazan që ai të mos na kaloj vetëm si uri dhe etje. Shikoni, do të thotë, kjo e para njëherë, për të hyrë duhet në Ramazan, duhet të kuptojmë se Ramazanin nuk duhet të marrim thjesht, shiko, agjeroj, se frigohem se Allahu do të më dënojë mu, pra si një obligim detyrë në atë kuptim, që unë patjetër ta bëj atë detyrë. Ramazani po është obligim, por qëllimi i Ramazanit nuk është thjesht urria dhe ti të randoja Allahu xhaleshanu me diçka. Ramazani nuk është randim. Allahu xhaleshanu në ajetin në surën Al-Baqara, kur flet për agjerimin, thotë yuridu Allahu bikumul yusr. Allahu dëshiron të valetsojë juve, e jo t'u randojë. Por agjerimi duhet kuptohet pastrim shpirtëror i njeriu, ngritje, nevojë për një remont, kështu të themi, vjetor që ja bëjmë organizmit ton, dhe që kjo reflektohet jo vetëm kuptimin material dhe fizik, por edhe në kuptimin shpirtëror. Realisht, hadithet që flasin për agjerimin e potencojnë nevojën asaj që jo vetëm të largohemi nga haja dhe pija, por edhe nga punët e liga. Edhe ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lem yadeh qawl az-zur, kush nuk e lën dëshminë e rrejshme, fjalët e rrejshme, wal amal bihi, dhe veprimin sipas tyre, pra thot Allahu nuk ka nevojë që ti të lësh hajen edhe pijen. Dhe po ashtu thot ka shumë njerëz që nga agjerimi kanë vetëm urinë edhe ecjen. Cilët janë këta janë ata të cilët pra nuk kanë dhe nuk pinë, por nuk ndalohen nga veprat tjera të liga. Dhe këto janë ata të cilët e ka kuptuar kështu shumë në atë kuptimin teknik agjerimin. Vetëm si në atë kuptim rregullat juridike, çka mosazh dhe më fish, këtu është ndarë. Por ai ka edhe dimensionin shpirtëror. Qëllimi me hajën dhe pijen është të arrijë, ndalimi në hajës dhe pijes është të arrihet ajo ngritje shpirtërore realisht. Që njeriu ta lën edhe fjalët e liga dhe punët e liga edhe çdo gjë tjetër. Dhe pikërisht këtë drejtim edhe ushqimet realisht, dhe ta ndjejnë veten e vetë të humanizohen, sepse kemi nevojë, ne flasim shpesh herë për nevojën e të qenit human, por ja pra përmes agjerimit ne e ndjejmë këtë veten tonë dhe kjo na bën edhe më human, që do të thotë edhe në kuptim të ndjenjave ngritemi, të vetdijes tonë ngritemi, çdo gjë tjetër ngritemi. Do të thotë
mos kuptohet agjerimi. Nëse nuk e kuptojmë agjerimin thjesht si diçka një detyrë që na është dhënë edhe nuk ka dimensione tjera, atëherë ne faktikisht nuk e kemi kuptuar si duhet. Dhe nuk ndodh ngritja jonë shpirtërore. Por nëse ne këtë detyrë të mos ham dhe mos pim e kuptojmë vetëm si një element të domosdoshëm për agjerim, por jo të vetmi, por edhe ka dimensione tjera, atëherë ne mund të përfitojmë nga agjerimi, mund të ngritemi shpirtërisht dhe mund të arrijmë atë qëllim që e synon agjerimi dhe që Allahu xhaleshanu këtë e ka shprehur në Kur'anin famlar. U është bërë juve obligim agjerimi, sikur që u është bërë obligim atyre të cilët kanë qenë para jush, la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Pra kjo është ajo që synon agjerimi, devotshmëria, ngritja shpirtërore. Normalisht edhe krejt kjo pra ndiqet apo bazohet edhe në rregulla praktike juridike që janë braktisja hajes, pijes, marrëdhënieve intime për një kohë të saktuar prej agimit të ditës e deri në perëndim të diellit. Një pyetje paksa që të dëgjom pak reflektim është që nëse mendojmë se ky mund të jetë Ramazani jonë i fundit, si mund të ndikoj kjo në vetdijen tonë sot, kjo lloj i mendorit, nëse shikon Ramazanin si ky mund të jetë muaji i fundit, muaji i fundit i imi të Ramazanit. Kjo reflekton mbi gjitha në pendim dhe kërkim falje të Zotit. Shikoni, krejt çdo gjë që besimtari e bën në jetë, në fund ka nevojë të kthehet Allahu xhaleshanu. Dhe fitimi i xhennetit bëhet përmes mëshirës së Allahut. Ne sa do të mundohemi të bëjmë vepra të mira, krejt në rregull është, por nuk e fitojmë ne xhennetin se do të thotë me këto vepra të mira u kri puna e kemi merituar. Veprat e mira janë rruga faktikisht, angazhimi in që duhet ta bëjmë ne, por për ta fituar xhenetin kërkohet mëshira e Allahu xhaleshanu, sepse ne me këto vepra të mira që i bëjmë, bile nuk mund asnjë mirësi që na ka dhënë Allah, për shembull të pamurit, nuk mund t'i dalim hakut. Po, çka është me mëshirën e Allahu xhaleshanu. E sikur ta dim se është momenti i fundit, apo është Ramazani i fundit, e pare që do të bëjmë është pendimi sinqert te Allahu xhaleshanu. Kërkim falje e sinqert dhe afrimit të Allahu xhaleshanu përmes përmendjes së tij, përmes kryerjes së obligimeve tjera dhe reflektimit në vetvete se megjithatë besimtari çdo herë duhet të ketë shpresë te Allahu xhaleshanu dhe nuk duhet kjo ta pasivizojë ose ta bëje pra në atë kuptim që ti pres shpresat, ta humbe shpresën, bëhet pesimist. Jo, në asnjë mënyrë. Por duhet të jetë bile një shtytje për përgatitje takim me Allahun xhaleshanu. Edhe atë duke i shtuar veprat e mira, por çelësi krejt kësaj është pendimi i sinqert, kërkim falja te Allahu xhaleshanu dhe po ashtu edhe halallëki me njerëzit të cilëve u ke ndonjë borxh ose me cilët e dish se ke nevojë të kërkosh halallëk. Dhe një pyetje që lidhet pak me përgjigjen që edhe do të paraprake. Cila është shenja se një Ramazan ka qenë i pranuar tek Allahu? Shikoni, në atë shenja se një Ramazan ka qenë i pranuar, nëse pas Ramazanit ti do të thotë përmirësohesh, ngritesh shpirtërisht, e kupton se ke kryer një adhurim shumë të rëndësishëm dhe kjo reflekton sjelljen tënde, bëhesh më i sjellshëm, më i mirë, e kupton edhe më seriozisht nevojën e të qenit në rrugën e Allahu xhaleshanu dhe e llogarit vetveten tënde dhe largosh nga mëkatet, inshallah kjo është shenjë që ty të është pranuar agjerimi. Edhe një pyetje tjetër që lidhet hatmësh me këtë temë prapë tek Ramazani. Si mund ta mbajmë gjallë frymën e Ramazanit edhe pas Bajramit? Po, këtë mund ta mbajmë gjallë duke vazhduar ne për shembull agjerimi i
i të hënës dhe të enjtes, agjerimi 3 ditëve që njihen edhe ditët e bardha, agjerimi i muajit 6 ditëve të muajit Sheval, e kështu me radhë. Po edhe agjerime tjera që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi i Davudit alayhis salam, një ditë gjatë gjithë vitit ka agjëruar, një ditë po, një ditë jo. Kretë kjo pra ndikon në këtë mënyrë, por mbi të gjitha ne nuk duhet të kuptohet kjo vetëm me agjerim, duhet të kuptohet me të gjitha adhurimet tjera dhe me ngritjen e vetdijes. Po duhet të kuptohet kjo edhe me leximin e Kuranit, po edhe me leximin e librave islam për të mësuar më tepër. Edhe kjo është si mund ta mbajmë gjallë ne frymën e Ramazanit. Pra jo vetëm me agjerim, po me këtë këto elemente ne mund ta mbajmë gjallë frymën e Ramazanit edhe pas kalimit të muajit Ramazan. A ka ndonjë këshill nga dietarët për ndonjë vepër që ata e kanë përzgjedhur si e rëndësishme të bëhet gjatë muajit Rexhep? Gjatë muajit Rexhep, shikoni, pasi është muaj i shenjtë, dietarët përmendin për shembull çështjen e agjerimit, përmendin çështjen e lëmoshës, përmendin çështjen e leximit të Kuranit. Krejt këto janë vepra të mira, nuk ka diçka të thuash se vetëm këtë. Jo. Ajo është muaj i shenjtë dhe çdo vepër e mirë që mund thuhet që është vepër e mirë e ka vendin në muajin Rexhep. Edhe kështu është realisht. Se ne gabojmë nëse mundohemi ta kufizojmë vetëm në një vepër apo në një lloj vepre. Jo. Shikoni, leximi i Kuranit është prej veprave më të mira po ashtu. Ne nuk duhet ta neglizhojmë leximin e Kuranit, lidhjen me Kuranin. Realisht ne gjatë gjithë vitit duhet të jemi. Padyshim, por veçanti edhe në muajt e shenjtë, që qemi sa më afër Kuranit. Bile u kemi thënë shpesh edhe në për ligjeratat tona, ata të cilët nuk din ta lexojnë Kuranin arabisht, le ta lexojnë bile përkthimin në gjuhën shqipe, le të lexojnë komentet të Kuranit, po edhe le ta dëgjojnë Kuranin, le ta shtojnë prakët, se edhe kjo u ndihmon realisht. Si duhet të jetë sjellja e besimtarit ndaj mëkateve gjatë një muaji që po quhet muaji i Allahut? Shikoni, në mëkateve çdo herë duhet tu largohemi, por jemi të vetëdijshëm se jemi njerëz dhe gabojmë. Edhe nuk pretendojmë njeriu ta shndrojmë në melek, asesi. Edhe nuk mund shndrohet njeriu në melek. Gabojmë në të gjithë, po Zoti na fal inshallah. Ajo që është me rëndësi, vlera e njeriu të diku qëndron te pendimi, te pranimi i gabimit. Ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith të tij, kullu bani adem khata'un. Të gjithë njerëzit që janë gabimtar bëjnë gabime. Wa khairul khata'ina tawwabun. Por gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Pra kjo është me rëndësi. Ne duhet këtë ta kemi parasysh çdo herë. Pra pendimi, kthimi te Allahu xhallahu shanuhu. Dhe mos pretendojmë se ne do të bëhemi melek. Jo, por ta pranojmë gabimin realisht. Ta rishikojmë vetveten, ta korrigjojmë vetveten. Tu flasim tjerëve se me të vërtet, kjo punë edhe mua më ka ndodhur ose ka ndodhur te shumë njerëz tjerë nëse nuk don ta tregosh veten tënde, por ka një zgjidhje për këtë çështje. Zgjidhja është kjo. Pra, të mundohemi që çdo herë ne kthimin te Allahu xhaleshanu ta kemi prioritet tonin. Kjo është ajo që do të na mbante neve në nivelin e duhur si njerëz. Përse pejgamberi alayhis salatu wassalam shtonte agjerimin pikërisht në muajin Shaban? Se ka thënë, ka treguar ai se është muaj kur ngritën punët e Allahut dhe dëshiroj që të ngritën punët e mia duke qenë agjërueshëm. Pastaj është muaj para Ramazanit që është edhe një lloj përgatitje për hyrje në muajin e bekuar Ramazan. Edhe një pyetje kam që edhe kjo besoj që do të jetë e fundit lidhur me unë kam dëgjuar për shembull dhe disa xhallar të tjerë, disa xhallar nga Shkupi, kam dëgjuar duke thënë se muaji i Ramazanit nuk është muaji i shenjtë. Shikoni, sepse nuk u përmendet në grupin atyre 4 muajve që janë në Kur'an. Shikoni, tash unë jo rastisht e përmenda se kjo në aspektin juridik kjo muaj i shenjtë ka një kuptim tjetër. Kuptoni pra. Por te ne që themi muaj i shenjtë, ne kemi për qëllim muaj i bekuar. Jo
Eshhurul Hurum, që i ka përmend 4 Allahu xhaleshanuhu në Kur'an. Por muaj Ramazan, në kuptim të vlerës që e ka dhe natës Kadrit, u atë i kalon në kuptimin e vlerës shpirtërore dhe bekimit të tij të gjithë muajve të tjerë. Pra kjo është Po. sa i përket kësaj përgjigjese, po. Mirë, atëherë, o qëndëror, Allah shpërblet për kohën që kaluat me neve sonte, sa i përket pra emisionit të sontëm kaq ishte dhe sa i përket edhe pyetjeve. Nuk kemi më shumë pyetje lidhur me këtë, nëse ke diçka për të shtuar në fund apo me zgjata dhe pak më shumë, nuk është problem, fjalën Jo, unë do të përfunduar me kaq. Pra edhe unë duke lutur Allahun xhaleshanu që të na jep forcë, pra që sa më tepër të shfrytëzojmë nga këto muaj të cilët pra i kemi në përpara nesh. Allah shpërblet, pra juve o qëndruar për kohën që kaluat me neve. Lutem Allahun e Madhërisëm që t'ju shpërblet në çdo vepër të mirë, t'ju jap begatinë në jetën tuaja dhe të gjithë të dashurve tu. Atëre dëgjues të nderuar dhe shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë emisionin e sonshëm që ishte lidhur me 3 muajt, pra Rajab, Shaban dhe Ramazan. Lutem Allahun e Madhërisëm të jetë me juve, kudo që t'jeni, me juve dhe me familjet e juaja, paqë një shëndet të mirë dhe deri në emisionin e radhës, atëre ju lem në mëshirën e të Madhit Zot, Allahu të Madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.